Kjo është tendenca e dekadave të fundit. Dhe në këtë tendencë hymë edhe ne. Edhe ne kemi shumë njerëz me smundje të tilla të zemrës. Se smundjet e zemrës janë disa llojesh. Po flasim tash vetëm për aterosklerozën. Kjo është e para dhe e dyta është shfaqja gjithnjëherë më shpejt e sulmeve në zemër ose e infarkteve në mosha më të reja. Në mosha të reja, në mosha në 30, 40 vjeç, edhe më pak se sa ato. Edhe ne i kemi jetuar dhe i dëgjuar edhe kohët e fundit, që mos përmendim me emra tash, në shfaqjet e infarkteve në mosha të reja. Unë një infarkt në moshë të re, mbaj mend si tani 30-40 vjet përpara, një student i inxhinierisë nga Gjirokastra që erdhi me infarkt në zemër. Ishte 26 vjeç. 26 vjeç, një moshë e re fare. Edhe bëri një komplikacion madhor që shqyr që ishte në reanimacionin ton dhe me goditje elektrike ai u rikthye në jetë. Faktikisht, domethënë me zhvillimet e reja, mosha mesatare është rritur në raport me të kaluarën. Sepse nëse më përpara theshim një 60 vjeçar është i moshuar, tash ka 70-80 vjeçar që janë në gjendje aktive pune. Kjo është si rezultat edhe i arritjeve të mëdha të mjekësisë. Dhe vërtet që zbulohen më shumë, sepse vetë kjo sëmundje dhe dëmet që shkaktoi ajo është evidente, është e qartë, por kjo u bë problem në të gjithë botën dhe deri në vitet 60, 1960, për infarktin miokardit shkruhesh në sëmundjet e brendshme, në traktatet e sëmundjeve të brendshme, në ato që shkruheshin me një faqe, dy faqe. Edhe thuhesh që është një sëmundje që mbyllet ena e gjakut dhe nekrotizohet muskuli i zemrës. Ndodh kjo. Por me kalimin e kohës, kur u pa që kjo krijonte probleme aq shumë vdekshmërie, atëherë filluan të mendojnë si duhet ta luftojmë atë. Dhe përveç këtyre studimeve që tham të faktorëve të rrezikut dhe luftës kundër tyre, u arritën suksese të mëdha edhe në zbulimin dhe mjekimin e sëmundjeve të tilla. Për shembull, u krijuan reanimacione në vitet 60, u krijuan reanimacione kardiovaskulare, siç i bëmë dhe ne në 76-ën, të cilat monitorizojnë të smurët, i lidhin dhe shikojnë parametrat jetik, dhe këto bëjnë që duke vepruar mito, duke zbuluar aritmit, u zbuluan edhe mënyrat e goditjes elektrike, që shkarkon korrent në zemër dhe shpëton nga një vdekje që nuk e justifikon gjendja e zemrës. Se zemra kur shpëton nga ky komplikacion i menjëhershëm, mund të shkojë kohë gjatë. Dhe ai rasti që ju thash juve, unë e kam takuar dhe mas 40 vjetësh. Duke bërë jetë normale. Sepse duhet të praktikohen ose të aplikohen sukseset që janë arritur. Pra u bë krijimi i qendrave të reanimacionit, u zbulua koronarografia që e keni dëgjuar, vizatimi i rjetës i enëve të gjakut të koronareve dhe shikon nëse ato janë të pangushtura apo janë të ngushtuara. Dhe më vonë, mas viteve 70, kur gjenin ngushtime të tyre, fillonin dhe të zgjeroheshin me ballon, ose duke vendosur stenda, ato unazet që i thonë, ose operacionet e bypasseve, që fillonin mas vitet 68. Dhe kjo ishte një sukses i jashtëzakonshëm për rritjen e jetëgjatësisë. Por janë bërë përparime të jashtëzakonshme, jo vetëm në diagnostikim dhe në këto ndërhyrjet, por edhe në përdorimin ose në zbulimin
e medikamenteve, e ilaçeve, të cilat luftojnë yndyrnat, luftojnë aritmit, luftojnë stresin, me radhë luftojnë hipertensionin, luftojnë diabetin, që janë faktor rreziku. Dhe këto përparime kanë bërë që jeta mesatare e njerëzve të shkojë drejt rritjes së saj, jo më si më përpara.